Partia Demokratike nuk e pranon humbjen e thellë në këto zgjedhje dhe për ta kundërshtuar rezultatin, kryetari Sali Berisha njoftoi protestë kombëtare të njëjtën në ditën që Tirana do të mikpres samitin e Komunitetit Politik Evropian. Libri i zi këtyre zgjedhjeve shkruhet me datën 16 në ora 17 në bulevardin Zogu i Parë për të sensibilizuar opinionin publik botëror mbi krimet monstruoze të përbindshit elektorale Edi Rama, që nuk respekton asnjë rregull, asnjë ligj kombëtar dhe ndërkombëtar për zgjedhjet. Opozita pretendon se vullneti i lirë i qytetarëve nuk është ai që tregojnë shifrat e dala gjatë numërimit të votave, për shkak të angazhimit që sipas Berishës bandat kriminale patën në këtë proces elektoral. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë prunë kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Këto ishin zgjedhje që u sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues për dhunues. Pavarësisht se nuk e riktheu dot Partinë Demokratike në pushtet, Sali Berisha thotë se do të vazhdojë ta udhëheqë atë. Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj, po ka disa parime eprore. Dhe në këto parime eprore është vota e lirë e shqiptarëve. Këtë betejë gjerën fitore ai që nisi dhe e bitisi. Do ta bitisi. E murdhvesh. Strategjia për të vijuar betejën me qeverinë, tha Berisha në konferencën me gazetarët, do të marrë formë hap pas hapi.